sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me trajnerin dhe njërin nga lojtarët e Tenis Klub Belvi, njën nga klubet më aktive dhe të suksesshme. Do të flasim për aktivitetet më të fundit të klubit, sfidat, arritjet dhe planet për të ardhmen, një mundësi për të njohur më nga afër punën që po bëhet për të rritur nivelin e tenisit dhe për të frymzuar brezin e ri të sportistëve. Me neve këtë mëngjes është trajneri Senat Tafa dhe lojtari Edon Ademi. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi dhe faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët dhe faleminderit që jeni edhe një herë me neve. Do të na tregoni pak a shumë si ka qenë ky sezon për tenisin, këtë klub të tenisit dhe si keni vijuar. Prej fillimit të vitit, aktivitetet në klubin e tenisit Belvi nuk janë ndalur dhe kemi filluar si gjithmonë me stërvitje dhe përgatitje të tenistëve për sezonin vijus 2025. Fëmijët edhe me përgatitje dhe me turnet nacionale, po ashtu edhe ndërkombëtare ka nisur dhe besoj që kja pjesa e parë, 6 mujoshi i parë i vitit 2025 ka qenë i suksesshëm dhe turnet të cilat kanë qenë në përfaqësinë e klubit tenisit Belvi kanë qenë mirë të organizuara, suksesshëm kanë përfunduar, tenistët tonë kanë treguar suksese të mëdha dhe besoj se kjo do të jetë një përvojë e madhe dhe përvojë e mirë për ta që në të ardhmen do t'i përcjellen në këto turne të cilat do t'i paraqesim na në këtë pjesën e dytë të vitit 2025 dhe besoj që ky fund i vitit do të jetë i suksesshëm për neve që do të na jepë edhe një shtytje të madhe të vazhdojmë edhe me fëmijët edhe me turne të tjerë që i kemi. Edon, më trego për ty si ka qenë kjo periudhë? Për mu kjo periudhë ishte shumë mirë, kam luajtur 2 turne, në turneën e parë luajta në Tirana, aty fitova 2 ndeshje, hupa ndeshjen e tretë në çerek finale, kurse në double me luajta finale dhe hupa në finale në match tie break dhe 8. Sa kohë të duhet që të kesh një parapërgatitje ndoshta para këtyre turneve që i vijon dhe shkon? Duhet me luaj një 2 vjet, 3 vjet me të rirat mirë, për me luaj të turnes, janë turne pak të fort, ka një fëmijë nga jashtë shtetit. Kësaj radhe, kë kishe kundërshtar? Kundërshtar kisha, në Tiranë kisha Heron Ajetin, nga Kosova dhe një djalë nga Italia. Kurse në Maqedoni kisha Heron Ajetin prap dhe kisha Tomi Jamkovski nga Maqedonia. Ka një ndoshta interesim rinia dhe brezi i ri për këtë lloj sportit ende kur e shohin që keni edhe suksese dhe merrni pjesë në vende të ndryshme dhe keni bashkëpunime edhe me klube të tjera, sa shfaqet ndoshta edhe interesimin nga brezi i ri? Kështu, edhe pse në nivelin global tenisi ka një rënje, dhe me thanë, të vogël, nëse mund të them, ndërsa në klubin e jonë edhe në Malëzi vret një ngritje interesimit, po sërish kur ne në klubin tonë kemi disa emra apo disa fëmijë të cilët e bajnë edhe vetë marketingun e klubit apo të sportit i cili edhe udhëheq dhe pastaj i shijoshës që atë të vinë, të provojnë tenisin me bazë stërvitje dhe pastaj të nisin rrugës të Donit, rrugës Rezartit, rrugës Skender Katanës, Allen Katanës, fëmijëve të cilët i kanë rezultatet pas tyre. Ata janë një pjesë, si ta themi, një pjesë joshse e fëmijëve tjerë, të cilat i lakmojnë të vinë në klubin tonë, të shohin edhe stërvitjet tona, edhe pse jo rekreacionin, pasi që klubi tenisit nuk funksionon vetëm me fëmijë dhe me stërvitje me fëmijë. Ne bëmi stërvitje edhe me gruponshat e mëdhaja, qoftë për femna, qoftë për meshkuj dhe këtë vitin e fundit aja pjesë ish pak më mirë dhe besoj që në të ardhmen klubi i ka ambicet që ajo të zhvillohet edhe pak më mirë, ndoshta edhe në infrastrukturë klubi duhet punojnë pak më tepër që të arrit të ngrisë edhe pak nivelin, disa kërkesat të cilat i kanë edhe fëmijët, po edhe të rritërit ti afrojmë dhe besoj që do t'i shtyjnë edhe lojtarët garus të cilët janë aktual, por edhe garus tjerë të cilët vinë pas tyre.
Keni ndoshta edhe shkëmbime me klubet e tjera nga vendet e tjera vinë për të stërvitur në terenin e Ulqinit? Po, absolutisht. Sa ishtë kjo ndoshta edhe rëndësishme? Njëra prej mundësive, dhe me thana njëra prej pozitiviteteve të klubit tenisit është kjo pjesa turistike, apo bashkëpunimi jonë me klubet tjera, qofshin ata nga regioni, nga Kosova, Shqipëria, Mali Zi, Bosnia, Serbia, pasi që me Serbin tash kemi një bashkëpunim shumë afër për janë 50 vjen një kamp prej Serbia, ata do t'i shfrytëzojnë dhe me thanë kapacitetet e jona, dhe ishtë një mundësi që sezoni turistik, unë e kam ceka edhe disa herën që të vazhdoj edhe të zgjatet, dhe me thanë kjo gjatë duhet të përcillet dhe të jetë, si me thanë, edhe inkurajuse që të punuat edhe ma tepër, edhe ne, edhe komuna, edhe kja organizatë turistike të në mbështes për atë punë. Na kemi pas si vjetë, kena pas një kamp prej Norvegjie, dhe me thanë, Norvegjia ishe interesuar që të hapë rrugën, dhe me thanë të tenistëve të cilët ushtojnë në klubet e tyre, pastaj kemi një kontakt të mirë me një prej trenerëve prej Rusie, i cili 6 javë ka qëndru këtë në Ulqin dhe Ulqinin e ka ba një prej destinacioneve të obligushme për kampet të tia. Kështu që besoj që kjo është një nisje, edhe pse planet e jona nuk ndërpriten këto, besojmë që mund të ngrisim edhe një nivel më të madh, dhe bashkëpunimi me klubet tjera të Malit Zi, po ashtu edhe me region, po ashtu vijojnë edhe në nivel të kampeve, por edhe në nivel të garave, sparing në mes lojtarëve tonë edhe kështu me radhë. Edon, më trego cili ishte gjatë gjithë këtyre viteve që je në këtë klub të tenisit, më trego cili është momenti më i veçantë për ty? Momenti më i veçantë për mua ishte momenti javën e kaluar kur e fitova Tenis Europin me double partnerin tim në Shkup. Trener, më trego si e keni ju dy marrëdhënien, me duket që keni një simpati mes njëri tjetrit, besoj që... Kjo është një pyetje të shumë e vështirë, pasi që relacioni im edhe Idonit gjatë të 7 vite dhe na njihemi shumë mirë. Dhe më thanë, jo gjithmonë biseda ime me Idonin ishte në këtë mënyrë pozitive, pasi që në stërvite nuk ishte edhe gjithmonë kur për qëllim ishte suksesin, nga njerë duhet me shku edhe me dalë edhe jashtë asaj zonës komforit, edhe duhet nga njerë edhe mulodh, duhet nga njerë edhe ne si trener të angazhoni pak ma tepër, nëse thomë në kështu në këtë gjuhën lokale, mi bërtit pak, mi motivu pak ma tepër, për ndryshe në marrëdhëniet e jona janë shumë të mira, edhe pse këtë është paqeshe, të ka pak, edhin se me Donin, sa ish kënaqësi me punu, ishe edhe përgjithësi, por ishe edhe, si me thanë, e fështirë në momentet sektorën pasi që tenisi me specifikat e tyne, pasi që sportet grupore janë shumë fëmijë në fushë, ata arktohen edhe vetë, socializohen edhe vetë, ndërsa tenisi i ka shumicën e rasteve atë kontaktin me trenerët edhe fëmijës pak ma tepër, edhe ato ishë nga njëherë vjen deri ke, si me thanë, kundërshtimi i gjeneratave, fëmijët e vogël, treneri pak ma i moshëm, nga njëherë kuptohen, nga njëherë s'kuptohen. Ta në disa veçori, mirë po deri me tani me të vërtet jemi tujte i kalu shumë mirë, dhe besoj që ne dhe të vazhdojmë deri në një pik ku besoj se do të arrijnë në momenti ku duhet ndoshta me zgjedhë edhe një trajner tjetër i cili duhet na ndihmojnë këtë rrugtim. Deshta të ndërlidhem për suksesin e tij e Eceki, turneu Tenis Europe, domethënë janë turne ndërkombëtar dhe nuk janë turne ku lojtarët janë cilësive jo fare të mira. Domethënë ky është një turne bajgi me nivel të lartë, edhe lojën cilën e ka hub në single, në çerek finale, ka qenë një lojë, mund të them, ose e barabartë, ose ndoshta mundësia ka qenë ma mirë për Edonin me fitu mirë, po momenti e përcaktoi ndryshe, ndërsa në double për çdo, si me thanë, lavdat ishtë që deri në fund, pasi ato janë disa ndeshje dhe diçka tjetër deshtat e ceka, turnet në klube tjera ose në për sporte tjera zgjasin një ditë. Edoni ka qëndru në Shkup 7 ditë. Dhe me thanë 7 ditë të plota për të arritur deri ke kupa finale. Dhe me thanë ishë angazhim i
i familjes, ish angazhimi, janë udhëtimet, janë fjetjet, janë shërbime për çdo ditë, domethënë ishin sakrifikat. Me që përmendet edhe familjet, sa është i rëndësishëm edhe bashkëpunimi ndërmjet prindërve me fëmijën dhe me trajnerin në këtë lloj sportit? Është e rëndësishme për krahje e tyre ndoshta? Unë besoj jo vetëm tenis, por sidomos tenis, por edhe në sporte tjera faktori prind ishte i pashmangshëm dhe pa prindin. Domethënë asnjë nuk ish bindje ime ose mendimi im, kesh dhe me thanë kesh de facto si ishte i domosdoshëm dhe me mungesën e njënit prej faktorëve, na i thomë krijohet një trekëndsh nërmjet trajnerit, fëmis edhe prindit. Njëni prej tyre elementeve me mungu atëherën të dështimi ish i sigurt apo suksesi ishte i pamundur. Kështu që unë sa ka lavdata Edoni, sa ka lavdata trajneri, sa ka lavdata klubi si klub. Dhe me thanë, gjithë ato që ka i marrë pjesë, atë në atë piramidën ishe edhe janë prind, absolutisht. Edhe pa dash me zvoglu ose me hek, si me thanë, atë vlerën e prindve. Sa jeni duke u përgatitur edhe për këto aktivitetet ndoshta edhe lojrat e radhës që do të keni? Ne, javën që, dhe me thanë, këtë vikend si ka kalu, kemi pas një turne deri në 10 vjetë, edhe desha të ndalem pak në disa detaje. Klubi i tenisit si vjetë ka një gjenerat të re. Dhe kam qef, dhe me thanë, mosha ish prej 8 deri në 10 vjetë, çka na tregen edhe na jep një shpresë që e ardhmi ta kanë klubit, për shkak se gjithmonë fëmijët të cilët janë 17-18 gjithmonë i hapen mundësit edhe i krijojnë mundësi tjera që të udhtojnë, që të dalin jashtë ulqinit, të shërbitin në vende tjera, ndërsa fëmijët të cilët janë fillestar edhe në këtë nivelin që unë jam tu i cek këto fëmijë, janë tu na tregu shumë interesant madh, janë tu tregu një nivel të mirë, të lakmushëm të tenisit dhe besoj që në të ardhmen do të na bëjnë krenar. Unë do t'i ceki me emër, pasi që në turneun deri në 10 vjet, 2 prej tyre, Rein Osmani dhe Matija Zhivanović dolën të tretë në garën deri në 10 vjet, që ishte sukses shumë i mirë, ndërsa në çerek finale të turneut janë dalë Amer Sulejmani, Dario Purlia, Asja Mavrić, Medina Mehmedi dhe Faris Dobaxhić, i cili ishte një lojtar i cili tash ja ka nisur me gara. Besoj që to emra në të ardhmen do t'i kemi më shpesh në për lajme, pa desht me zvoglu vlerën edhe fëmijëve tjerë, të cilët tash ja kanë nisur me shkollën e tenisit, janë edhe disa fëmijë tjerë të cilët vazhdimisht shërviten, por kësaj radhe ka qenë turneu deri në 10 vjet dhe këto janë sukseset e tyre. Ndërsa në të shtunën, vikendin që vjen, në klubi i tenisit Belvi do të jetë një koqer i festivalit të tenisit. Festivali tenisit i cili organizohet në bashkëpunim me Federatën e Tenisit të Malit Zi, dhe kjo është një festival ma tepër i bashkëpunimit ndërmjet klubeve të gjithë Malit Zi, ku marrin pjesë fëmijët prej 5 deri në 10 vjet. Kjo është ma tepër festival, ma tepër argëtim, ma tepër lojra, dhe do të jetë besoj bukur, do të shoqërojnë fëmijët dhe do të, si të themi, të kenë një piknisje për stërvitjet e tyre të radhës. Edhe si turne i fundit, do të ceki turneun Aurora Cup, ishtë turne ITF ndërkombëtar deri në 18 vjet, turneu fillon të shtunën e ardhshme me kualifikime, do të thotë me 27 shtator, dhe do të zgjat deri me 5 tetor, ku presim dhe finalet të turneut. Këtë dhe me thani ishtë turne tradicional, ku presim rezultate të mira prej lojtarëve Skender Katana dhe Alan Katara, janë vëllezërit Katana të cilët pas një pauze të shkurtër, po kthejnë sërish me servitje dhe besoj që nuk do të mungojnë edhe sukseset atë. Edhe një pyetje të fundit. Kanë filluar ndoshta edhe këto regjistrimet, si shkon kjo procedura për të gjithë ato që kanë dëshirë t'ju bashkangjitet klubit Belvi të tenisit? Klubi i tenisit gjithmonë funksionon se në fillim të shtatorit bëjmë hapjen e regjistrimeve dhe fëmijët përafërsisht 5 vjet e gjys, 6 vjet deri në moshën pa kufi dhe me thanë pa kufizim 12, 13, 15 vjet, e kanë të lejuar të paraqiten, bëhet seleksionimi në përgrupe dhe pastaj fillon me stërvitjet fillestare ku ma tepër kanë në program lojra, dhe me thanë prezantimin e tenisit si sport, prezantimin
implementimin e veglave të cilat i shërbejnë tenisit dhe pastaj interesimi i fëmijëve dhe i prindëve si të vazhdojnë më tepër, atëherë ndajnë në grupa tjera dhe sistemi i punës në grupa bëhet si më thënë, në mënyrë më cilësore. Kështu që besoj që edhe kjo një sezon i ri kemi të paraqitur edhe pse presim të na lajmërohin më, edhe kështu, në funksionimi i klubit vijon deri në fund të dhjetorit, pastaj bëhet një pauzë vogël, janari zakonisht është pak edhe më i ftohtë, fëmijët vendosin me shkuën në pushime me familjet e tyre, këto kemi një ndërprerje dhe vazhdojmë pastaj prapë. Ju urojmë shumë punë të mbarë. Faleminderit shumë. Një pyetje të fundit për Edonin, cili do të jetë ai mesazh që do t'ja kisha thënë brezit të ri, shokëve dhe shoqeve që ndoshta nuk janë në këtë rreth të sportit, por ti që je gjatë gjithë një kohë në këtë sport, cili do të ishte ai mesazh për ta? Unë i kisha thënë tanë fëmijëve vetëm me vazhdu me trenirat dhe me një gjuhë trenerin.